Gjimnazisti Orest Berberi emocionoi të rinjtë e pranishëm në protestën e sotme kundër mbylljes së TikTokut me një fjalim drejtuar kryeministrit Edi Rama. Sot jemi përballë një kopshti Edeni që ka kushtuar 4 milion euro. Jemi përballë vilës së komandantit të Surrelit. Jemi tek vendi ku çdo ditë vjen sultani i Surrelit dhe hedh hamendësimet e tij si një sultan. Ne jemi të rinjtë e mendimit të lirë, të fjalës së lirë, të protestës. Ne nuk jemi petale trëndafili. Ne nuk jemi patronazhist. Ne nuk punojmë për një vend pune në administrat. Ne nuk punojmë për një rrogë 400.000 lekë në PS. Ne nuk jemi të rinj që i lëpihemi Edi Ramës. Ne nuk jemi nga ata që futemi në lista të mbyllura për t'i hapur vendin vullnetësinës. Sot është koha jonë, sot na censuroi TikTokun. Nesër na mbyll shkollat. Edvin Rama deri më 11 maj mund të mbyllësh çdo rrjet social, por ke parasysh se kur të mbyllësh TikTokun, në fund ke për të marrë noc rrokun. Një gjë ta kesh të sigurt, se të gjithë këta të rinjtë që dalin në protesta, më 11 maj do t'japin noc rrokun. Një gjë ta kesh të sigurt Edi Rama dhe Ogerta Manastirliu, se 14 vjeçari nuk e vran rrjetet sociale, por e vrat ju dhe drejtorët tuaj. E vrau policia dhe prokuroria që fshehën provat. E vrau gjykata që nuk po jep vendimin. Ta kesh të qartë Edvin Rama, të rinjtë e këtij kombi kanë treguar gjithmonë se ti sa herë ke pasur frikë, je futur në atë sferën tënde të vogël. Nuk ka kopsht Edeni që të shpëton, nuk ka as gjerman, as amerikan dhe as George Soros që të shpëtoj ty nga shqiptarët dhe vota e lirë, të shpëtoj ty nga fjala e lirë dhe kritika, tha adoleshenti.